Sot do ju tregoj se si mund të shtoni bimë nga një degë këputur nga bima mëm. Si që shihni, kjo ka patur 3 degë. 2 i kam hequr me një thikë të pastër të dezinfektuar dhe një kam lënë që të zgjatet. Dhe në këtë mënyrë kjo është zgjatur edhe më shumë pasi ushqimi ka shkuar i gjithë i kësajt. I kam vendosur në një enë me ujë, ku ujin e kam ndërruar çdo 5 ditë. Pra, shikoni këtu. Bimën që kam hequr këtu, ka lëshuar rrënjë të plota, një dhe tjetra ka lëshuar rrënjë të plota. Edhe kjo tjetra e kësaj bime, zbukurimi të cilat i kam mbajtur në ujë për 1 muaj. Për 1 muaj rresht. Edhe nga kjo kam hequr degë, të cilat i kam bërë me rrënjë në këtë mënyrë. Pra, por të keni parasysh që uji duhet të ndërrohet çdo 5 ose 6 ditë. Sepse mbaron ushqimi dhe këta nuk kanë në çfarë të ushqejnë dhe kalben. Pra ja shikoni si kam bërë me rrënjë të degët e hequra nga të trija këta. Ja ku është edhe vendi ku e kam hequr. Tani do vazhdoj procesin e mbjelljes. Në fund të vazës shtoni gur. Guri filtron ujin, pra nuk mban ujë, sepse nëse vendosim direkt dheun ose pleun e përgatitur, ajo mund të krijojë lagështirë dhe bima të kalbet. Për këtë bimë kam marrë pleh të gatshëm nga plehu i përgatitur, pasi unë zakonisht nuk marr pleh të përgatitur për gjitha, pasi kam shumë bimë zbukurimi dhe nuk ja dal dot. Unë e përgatis vetë plehun, pak humus, pak pluhur sharre, pak rër edhe dhej. Pleh nuk përdor pleh organik fare, sepse pleh organik mban lagështirë edhe krijon kalvezim tek bimat. Bëj një përzierje dhe përdor për bimët e zbukurimit, pra për lulet, siç i themi ne. Kurse për këto mora pleh të gatshëm, pleh të përgatitur, dhe tani që i kam mbushur vazat kaq, pra nuk i mbush plot vazat me dheun e përgatitur, i mbjell në këtë mënyrë. Do të keni parasysh që bëni një grop, po jo shumë thellë, që rrënjët e bimës mos jenë shumë thellë sepse nuk ajrosen. Pra në mes të vazës, e shtypni pak me dorë edhe rregulloni dheun në këtë mënyrë. Tashti bima është gati, mund ta uisni. Në këtë mënyrë vazhdojmë edhe për bimën tjetër. Pra bëjmë një grop të vogël me dorë në mes të vazës. Në këtë mënyrë mund të shtoni edhe këto bimet e tjera të zbukurimit, pra mund të prisni kërcej, duke patur parasysh që t'i lini një pjesë të rrënjës ajrore ku ta prisni kërcelin e këtyre. Pra të ketë një pjesë të rrënjës ajrore, pasi këto kanë rrënjë ajrore, këto rrënjët e vogla, dhe këto nxjerrin rrënjën. T'i futni në ujë, por do të keni parasysh që uji do ndërrohet çdo 5 ose 6 ditë.
Në atë mënyrë unë i bërë ato që të nxjerrin rrajnë. Në këtë mënyrë mund të shtoni edhe këto. Bimët, unë kështu i shtoj, nuk është se i blej, i shtoj vetë. Është mënyrë shumë e mirë dhe bimët dhe i shëndetshme se të rritur në kushte natyrale.